Partia Demokratike e Shqipërisë ka dhënë një deklaratë zyrtare duke cilësuar sezonin së vjetshëm turistik si një verë të zezë të karakterizuar nga vala e krimit, zjarret, shpërthimet me tritol e pasiguria në rritje. Sipas opozitës, ngjarja më e fundit që ka trënditur vendin është vrasja e 21 vjeçari portugez Xamil, i cili erdhi për pushime e do të kthehej te familja e tij në Arkmort, PD ka shprehur ngushëllimet e thella familjarëve të viktimës, ndërsa ka cilësuar këtë ngjarje si një goditje të rëndë për turizmin shqiptar. Në deklaratë, Partia Demokratike akuzon drejt për drejt policinë e shtetit e qeverinë për dështimin e funksionit e tyre kryesor, parandalimin e krimit e garantimin e rendit publik. Sipas tyre, strukturat policore është ndërruar në një agjenci që mjaftohet me regjistrimin e ngjarjeve, si pasojë drejtimit nga patronazhistët partijak në bashkëpunim me krimin. Opozita zotohet se me ardhjen në pushtet do të zbatojë një paketë antikrim brenda 100 ditëve të para, me synim shkëputjen e ligjeve me strukturave shtetërore e rrjeteve kriminale, si nga rikthimin e sigurisë publike në vend.